Po, si ndodhi, pse ndodhi faktikisht? Betejë e Bedrit e para ka ndodhur vitin e 2 të Hijrëtit. Domthonë sa janë shpërngul musliman për Mekës, kanë braktisë familjen e vet, kanë braktisë pasurinë e vet, kanë braktisë autoritetin dhe pushtetin që kanë pasur atje për shkak fesë, që ata i kanë përsekutuar, i kanë maltretuar, i kanë vrarë, kanë braktisë, kanë ardhur në Medinë. Në momentin që vinë në Medinë, tu gjen një lloj mikpritje prej ensarëve, banorëve të Medinës, a banorët e Medinës përbëheshin prej dy fiseve kryesore dhe hebrejve. Fisi Eus edhe fisi Khazraj dhe hebrejt që jetonin në Medinë. Hebrejt kishin ardhur në Medinë tu mendu se pejgamberi i fundit kur do del në gadishun arabik në një vend ku ka hurma dhe ata kishin lotësuar Medinën dhe thoshin sipas tyre do vim na me jetun në Medinë edhe nëse lind pejgamberi i fundit ka me lind për neve. Mirë po ai nuk lindi për ty, me lindi prej do thot arabëve, edhe në Mekë lindi, nuk lindi në Medinë faktikisht. Si do qoftë të ishin fiset, po Eusi dhe Khazreji e mirëpritën, i kanë ikët muhaxhirët nga Mekë dhe i dhanë hapësirë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të përhap Islamin. Dhe për një kohë shumë të shkurtë, do thot Islami u bë fe dominante në Medinë. E kjo i tërboi edhe më tepër idhujtarët e Mekës dhe ata me padurim e pritin një moment ballafaqimit. Por betejë e Bedrit nuk ndodhi me planifikim paraprak. Kjo shumë është interesant këtë ndodhi. Kjo është përcaktimi i Allahut. Allahu i Madhëshëm e dëshiroi këtë ballafaqim për triumfuar e vërteta dhe për ndarë shesh dobësia e të kotës. Realisht muslimanët nga padrejtia dhe zullumi që ishin bë dhe pasurinë që pak ishin grabit idhujtarët e Mekës, Kureshitët, morën vesh se një karavan që udhëhiqej nga Ebu Sufjani kthehet me pasuri nga Shami, nga Siria e Sodit, për në Mekë. Dhe këta dolën që ta takojnë rrugës dhe të marrin pasurinë si një dëmsh problem për pasurinë që kishin vjedh dhe kishin plaçkit në Mekë. Mirë po, Ebu Sufjani e mori vesh dhe ndroi udhëtimin. Kur e mori vesh se ka me pas sulme ndaj tyre, lajmëroi Mekën se pritet me na sulmu, andaj kërkoi përforcime. Dhe në momentin që ata erdhën në vendin që quhet Bedër, aty u takuan domethënë ushtria islame dhe ushtria muslimane dhe kjo betejë ndodhi në vitin e 2 të Hijrëtit, vitin 424 sipas linjës së Isaut alayhis salam, dhe ndodhi ballafaqimi i një grupi të besimtarëve që ata s'kishin shkuar me luftu, me një grup të jo besimtarëve që ishin kon pjesë e mbrojtjes së karavanit dhe ushtria që erdhi në ndihmë. Andaj u bën do thotë në mënyrë të pabarabartë. 300 ushtarë nga muslimanët me 1000 e kusur ushtarë nga idhujtarët e Mekës dhe ndodhi ballafaqimi dhe përplasje mes tyre. Ishte normalisht gjatë organizimit ishte ideja të zonë vend tek bunari i Bedrit apo dikon më larg u mor vendimi që të jenë afër bunarit që ta kenë ujin këta muslimanët, mos jalon ujin domethënë idhujtarëve. Dhe normalisht filloi ballafaqimi besimtarëve, ka qenë zakon në luftat e mëhershme që dy luftimi fillimisht. Do të dalin do të herojt e kësaj ushtrie me herojt asaj ushtrie, edhe do të ballafaqimi i parë, aty muslimanët fitojnë, ndodh përleshja dhe muslimanët domethënë tregojnë një heroizëm të jashtëzakonshëm, megjithëse ishte 1-3, ata kishin me deve edhe me vete edhe deve edhe kuaj, domethënë kishin që me thon gjuhën e sotit ushtri, domethënë njësi të motorizuara, e muslimanët kishin domethënë veç këmbësori, edhe në kale apo në deve shumë pak, dhe u ballafaquan në këtë luftë pa barabartë dhe normalisht ishte situata e vështirë për me fitu muslimanët. Për shumë arsye, para se muslimanët kishin ardhur me luftu, kishin ardhur domethënë me një qëllim tjetër. E dyta numri ishte i pa barabartë. E treta domethënë pozicioni ishte i tillë që ishte në Ramazan dhe ishte nxehtë. Dhe muslimanët ishin agjërueshëm, se atë vit ishte bë edhe obligim agjërimi, edhe për këtë arsye do ishte situata shumë e vështirë dhe nuk shifeshte se kanë mundësi muslimanët me fitu. E për anën tjetër, humbja e muslimanëve ishte humbja një betejë të parë që ndodh mes Islamit dhe muslimanëve, ishte një lloj augurie për muslimanët nëse humbin këtë betejë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili udhëhiqte vetë këtë betejë, nuk ishte sikurse komandantët e mëvonshëm në ishte njerëzimi që ai thrin në hije edhe nga propavia të komandon me ushtrin, po ai ishte në vit e parë të frontit bashkë me besimtarët musliman dhe filloi të lutë Allahun e Madhërisëm, o Zot, na ndihmo, o Zot, na jep fitore,
edhe ishte një fjali që e tha, o Zot, nëse shkatërohet ky grup i besimtarëve sot, nuk do ngelet njeri në tokë që ka me të adhuru ty. Edhe atë shumë luteshte, sa që e kapi Ebu Bekri radiallahu nga mbrapa, dhe i tha, mjaft o i dërguari i Allahut, mjaft u lute, mjaft u përgjerove, mjaft ju do të kërkohej nga Allahu, dhe gjëra se Allahu sigurisht ka me na ndihmu. Dhe normalisht pastaj fitoria u erdhi muslimanëve, sepse Allah i madhëshëm i ndihmoi muslimanët me dërgim të melaçeve. Edhe normalisht besimi i besimtarëve, sakrifica e tyre, gatishmëria për të dhënë edhe shpiritin për triumfuar vërtet e Islamit, ishte shkaktare që fituan muslimanët. Në këtë betejë muslimanët shkaktuan 70 i vranë 70 mushrik i dhujtar, edhe për tyre ishen kokat e tyre, sikurse Ebu Xehli. Kush ishte Ebu Xehli? Ebu Xehli ka qenë koka e Paris Mekase. Armiku numër 1 i profetit Muhammed. Armiku kryesor i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i Islamit përgjithësi. Dhe ai momentin kur zbehe kjo armiqësi e idhujtarëve të Mekës ndaj Muhamedit alayhi wasallam, ai e nxehke atë. Ai e nxiske edhe më shumë. Ka qenë domthon armik i cili me çdo kush ka dashur ta shkatërrojë Islamin dhe ta vrasë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në Bedr vritet ai, si figurë kryesore domthon udhëheqëse, edhe atë vritet prej dy, do thot ushtarëve musliman që kanë qenë shumë të ri, por po kanë qenë domthon thjesht kanë dashur shumë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Muadhi dhe Mi'udhi, dhe ata janë munduar domthon që të marrin hakun nga torturat që ai ja bënte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ishte në Mekë. Ata nuk e njefshin bilin kush është Ebu Xehli, i pyetnin sahabët më të vjetër kush është Ebu Xehli, kush është Ebu Xehli, derisa domthon ju vërsulën si skiftera dhe e mbytën atë në betejën e Bedrit. 70 idhujtar u vranë, 70 tjerë u zunën rob, lufte, 14 besimtarë u vranë në këtë betejë. Dhe normalisht përfundoi betejën me fitore të Islamit dhe muslimanëve, dhe ishte momenti i gëzimit të jashtëzakonshëm që edhe Kurani do thotë e ka përmendur në shumë ajete kuranore, në surën Ali Imran, në surën Bakara, në betejat në Enfal kështu më radh, dhe e përmend Allahu i madhëshëm se atë ishit pak, e përmend se ishte e paplanifikuar, mirë po Allahu ju ndihmoi ju dhe ju dha fitoren dhe triumfuan muslimanë në këtë betejë.